Salavat dhe selamet ja dërgojmë të dashuriton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Fillimisht na shprehim ngushëllimet tona duke filluar nga vetja, unë si familjar dhe të gjithë xhamatin të cilët jemi prezent sonte duke dëshiruar që të shprehim ngushëllimet më të thella për humbjen e babës, hoxhës tonë dhe djalit të hallës tim dhe djemt e hallës time, të cilët me të vërtet e kanë shijuar se çka do të thotë se të humbish prindin në këtë jetë, duke e lutur Allahun xhella xhelaluhu që Allahu xhella xhelaluhu ta mëshiron haxhiun me mëshirën e tij. Allahu vorrin t'ia ketë zgjeruar dhe nga dënimi I vorrit Allahu ta ketë ruajtur dhe ta ketë mbrojtur, si dhe Allahu xhella xhelaluhu me shpirtat e mirë ta ketë takuar, duke e lutur Allahun gjithashtu që dhe familjarëve Allahu xhella xhelaluhu t'ia ushton sabrin dhe durimin, e Allahu xhella xhelaluhu t'ia uflladit shpirtin për këtë humbje dhe për këtë sprovë të madhe, e cila me të vërtetë se vdekja është një sprovë në vete. Dhe Allahu xhella xhelaluhu në Kur'an e llogariti ato musibet. Kur Allahu tha në Kur'an fa asabetkum musibetul maut, juve ju ka goditur musibeti I vdekjes. Një fatkeqësi në vete është që është vdekja, mirë po o vëllezër, gjithashtu musibet dhe më I madh është, sikur që tha Imam Kurtubiu rahimullah në komentimin e këtij ajeti, është neglizhenca nga vdekja. Njeriu e neglizhon vdekjen dhe mundohet që ta harron atë. Mirë po, ja vjen një rast dhe një moment që ti ta kujtojsh ato atëherë dhe në veçanti kur të ndodh në shtëpi. Njeriu kur ndëgjon në fshatin e tij se dikush ka vdekur, ai pak e kujton dhe pikëllohet. Por më e rënda është kur të ndëgjojsh dhe kur ti ta shijosh në shtëpinë tënde se dikush të vdes se të shkon te Allahu xhella xhelaluhu, atëherë me të vërtet bindesh se është një prishës I kënaqësive e cila ti shkatëron të gjitha kënaqësitë e ti zhduk të gjitha planet dhe ti prish të gjitha ato dëshirat e tua. E ajo është vdekja, dhe nëse ti ke dashur me shku digun, edhe nëse ke pas I angazhuar ose ke pas punë digun që të shkosh, vdekja ta prishat planin të cilën ti e ke bërë. E më të vërtetë se pejgamberi Allahut e përmbledh me një hadith të cilën e transmeton Imam Tirmidhiu, ku tha ekthiru min dhikri hadimul ladhat. Përkujtoni sa më shumë prishsin e kënaqësive, ajo e cila ja u prish kënaqësinë gjithherë. Unë kërkoj ndjes se këtu në shtëpinë e hoxhës nuk është vendi për të u treguar derisa po këshill, po duke e këshilluar vetveten time, se hoxha në vetë këto e din dhe e din binçëm se çka do të thotë të përcjellësh dikant të cilën e kije më të shtrenjtin në familje, derisa dietarët e llogaritën në vëllezër, ajo shtylla më mbështetëse në jetën e njeriu. Ti si djalë nuk ka shtyllë më mbështetëse se sa prindin të cilën e ke pas gjatë. Ai jeton dhe ta jep krenarin tënde, e një moment kur vjen dhe ai vdes dhe shkon te Allahu xhella xhelaluhu, me të vërtetë se ti e ke humbur atë shtyllën mbështetëse tënde. Pastaj nuk ka kuptim dhe jeta yte që ti të jetosh gjithherë ke jetuar që të kthesh te prindi yt dhe ti ta shohish prindin tënd. Dhe gjithherë ke dashur ta gëzosh prindin tënd me diçka, e kur vjen momenti që prindi të vdes e të shkon te Allahu xhella xhelaluhu, pastaj jeta yte bëhet shumë normal. Pastaj mo kuptimi I jetës tënde është shumë normal dhe nuk ke mo edhe pse dhe kuj dhe çfarë krenarie ti të ngresh përveç se të ngresh duart te Allahu xhella xhelaluhu, e të lutesh që Allahu xhella xhelaluhu ta mëshiron atë që te Allahu xhella xhelaluhu ka shkuar, edhe të ta përmirëson jetën sa të ka ngelur, e që s'bashku një ditë të gjithë do dalmi nga kjo botë, edhe pse na nuk dëshirojmë që ta kujtojmë, por vdekja në vete është këshill që pejgamberi Allahut na tha se mjafton që vdekja në vete është këshillues, që të këshillon dhe të ta tërheq vorrejtin, që ti e ndëgjon dikush të vdes dhe ti një ditë do të vjen ditën dhe të tjerë do të prisin për ty, e do të përcjellin për ty dhe do të bahesh njëjtë ashtu sikur që e ke bartur ti dikan e ta çush te vorrët. Për ato Omer radiallahu anhu çante aq shumë vëllezër një ditë, duke ndëgjuar ku ndëgjonte se vdiq filani dhe vdiq ai tjetri. Shkoi te Allahu ky, shkoi te Allahu ai. Tha do të vjen një ditë do të thon vdiq Omeri radiallahu anhu.
dhe qante Omer radiallahu anhu dhe me të vërtet vdeq Omer radiallahu anhu. Mirë po si vdeq Omeri, e kush ke Omer radiallahu anhu dhe si të vdes Mina, e kush jemi na dhe si të shkojmë ne te Allahu xhel xhelalu. Kur Allahu xhel xhelalu vëllezër na ka treguar në Kur'an se Allahu e krijoi njeriun në tre errësira, në tre etapa të errësirës. Në surën Zumar, Allahu xhel xhelalu tha yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Allahu xhel xhelalu ju kam krijuar juve dhe ju krijon Allahu xhel xhelalu në borxhet e nënave tuaja, krijim pas krijimi në tre mënyra apo në tre etapa të errësirës. Tre errësira, errësira e barkit të nonës, errësira në mitrën e nonës dhe errësira në atë pluhurin ajo e cila e mbështjell fëmijën që mos të gjakoset mrenda. Pra me një kuptim se Allahu xhel xhelalu na tregon se në tre etapa të errësirës ti në barkin e nënës tonë i krijuar një herë. Dhe pastaj vjen momenti që të dalësh në këtë dunjë. E pastaj përsëri pas kësaj jete ku shkon përsëri në errësirën e varrit do të futesh deri në kiamet. Allahu xhel xhelalu na tregoi shumë lehtë në Kur'an kur tha pas etapave të errësirës së krijimit tha thumme sebila yasar. E pastaj tha na ja lehtësuam atij rrugën për dalë në dunjë. Dole në dunjë. Jetove në dunjë, erdhe në dunjë i vetëm dhe u mundove që të mburrësh me familje e me pasuri, e u mundove që të mburrësh me fëmijë, mirë po harroje se një ditë të gjithë do t'i losh dhe do të shkojsh te Allahu xhelle xhelaluhu i vetëm, ashtu sikur që dole në këtë dunjë i vetëm. Po për atë Allahu xhelle xhelaluhu në sura Abasa, Allahu e përmbylli shumë thjesht duke thonë thumme amatahu fa aqbar. E pastaj Allahu xhel xhelalu e vdisi atë njeri edhe e vorrosëm e futëm në vorrim. Pra çka nën kupton me këto se jeta e njeriu ka qeshkur, me të cilën ti u mburrë u mundove që të krenohesh dhe të ngash mbas asaj e cila ishte shumë e kalueshme dhe ndoshta edhe të njerëzit e të tjerë ti ishe ai i cili u mundoshe që të livdërohesh me pasurinë tënde, me familjen tënde dhe me gjithë ata të cilët je përpjekur, e ke harruar se një ditë do të futesh në errësirën e varrit i vetëm, sikur që Allahu xhel xhelalu tha: "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum." Awwala marra na erdhët të vetëm në varr ashtu sikur që ju krijuam të vetë. Dolën këtë dunjë i vetëm pa asgjë, shkove te Allahu xhel xhelalu në varr i vetëm pa asgjë. Por mirë çka ngel ty e cila të shpëton e vetëmja që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Anas ibn Malik radiallahu anhu, tha yatba'u al-mayyitu thalath, e parsojnë të vdekurin tre gjëra, tha shkojnë me atë zbashku gjithër familja, pasuria edhe vepra e mirë e tij. Tha dy kthehen e lënë vetë në varr, vetëm një gjë ngel me ta në varr vazhdimisht, tha ajo është vepra e mirë e cila ngel me ty vazhdimisht. Gjithashtu ajo e cila ngel dhe rrjedh për një të vdekur, i cili ka shkuar te Allahu xhel xhelaluhu edhe pse pikëllimi është i madh dhe mërzia është e madhe për atë i cili ka përcjellur prindin e tij te Allahu xhel xhelaluhu, por një prind i cili ka bërë vepra të cilët kalon pas tij dikush i cili do të bën sadaka të rjeshme për to, kjo me të vërtetë se është gëzim. Dhe këto na dhënë në këtë përgëzim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin të cilët transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radiallahu anhu. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur të vdes biri Ademit, ta i ndërpriten të gjitha veprat përveç tre gjërave. Tha njëra prej tyre dituria e cila rrjedh vazhdimisht, sadakaja të cilën e ka dhënë e cila rrjedh vazhdimisht, tha waladun salihun yad'u lahu, dhe një fëmijë i hajrit i cili lutet për to vazhdimisht. Dhe se padyshim se haxhiu ka punuar për ta lënë një fëmijë i cili lutet për to vazhdimisht. Elhamdulillah që Allahu xhel xhelalu familjen dhe fëmijët e tij, pasasit e tij ka lënë rrugën e Allahu xhel xhelalu që ata të luten për to, e veçanërisht që ka lënë hoxh që e din vlerën e prindërisë dhe e din vlerën e respektit dhe duas, që të lutet për to vazhdimisht, e të punojsh e ta lësh një hoxh i cili e njeh diturinë Allahu xhel xhelalu dhe e din realitetin e kësaj bote dhe botës tjetër, me të vërtetë se është një sadaka e madhe rrjedhëse, për të cilën ti vazhdimisht do të lutesh për to. Por Allahu xhel xhelaluhu na tregoi në Kur'an që e ke obligim secili që ta falënderojnë Allahun dhe të jetë mirënjohës, e të jesh dhe mirënjohës për prindërin tënd.
Nuk është mirënjohës që t'jesh këtu vetëm me përcjell njerëzit edhe me i pritëm i përcjell. Por mirënjohjen dhe Allahut është që ti t'jesh i mirënjohur dhe ta dish bereqetin në të cilin Allahu të ka dhëruar, pasi që Allahu xhël xhelaluhu në këtë botë të ka sjellur dhe mirësi, e mirësi më e madhe është që ti Allahun me falënderuar. Tha Allahu xhël xhelaluhu anishkurli wa liwalidayk, të më falënderosh mua dhe të jesh mirënjohës ndaj meje dhe ndaj prindërve tu. Sufjan ibn Uyeyne rahimahullah tha o vëllezër, ai i cili i ka falur 5 kohët e namazit brenda ditës, pra ata të cilët janë 5 kohët e namazit ditor, tha e ka falënderuar Allahun xhelle xhelaluhu. Dhe ai i cili bën dua dhe lutje pas çdo 5 kohëve të namazit ditor, tha ai i ka falënderuar prindërit e tij. Pra tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith tjetër të cilin transmeton Abu Daudi, Ibn Majah, Ibn Hibani, nga Malik ibn Rabia radhiyallahu anhu, i cili tha se një herë tishmi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke qëndruar kështu, tha dhe vjen një njeri e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë ja Rasulullah, a ka ngelur diçka, hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma min ba'dihima, a ka ngelur ndonjë mirësi, ndonjë respekt ndaj prindërve të mi pas vdekjes së tyre që unë ta vazhdoj atë respekt ndaj tyre ende? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po gjithsesi. Tha as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma, të bëjsh dua për to, të lutesh për to pas vdekjes së tyre. Gjithashtu tha ti të kërkosh falje për to pas vdekjes së tyre. Wa infadhu ruhudihima, dhe të çojsh në vend zotimin e tyre të cilët e kanë marrur ato, të mbajsh lidhjen parafisnore të tyre, wa ikramu sadiqihima, dhe ta nderojsh shokun e tyre, të jesh nga ata të cilët ja respekton dhe shokët e tyre. Kjo është ajo respekti me të cilin ti e vazhdon pas. Gjithashtu, nga ajo e cila i ngren grada prindërit tënd te Allahu xhelalu pas vdekjes, është hadithin të cilin transmeton Imam Maliku nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar se ai i cili është i vdekur, i ngriten gradat e tij dhe ai habitet në varr dhe i pyet me laçet e Allahut dhe thot se nga mu ngritën këto grada, pse vin këto vlera kështu kaq të mëdha? Tha i përgjigjen dhe i thojnë waladuka qad istaghfara lak, fëmia yt atje në dunjë është duke bërë istighfar për ty, duke u lutur për ty, duke kërkuar falje për ty, dhe kështu ngriten gradat e tij. E na jemi ata të cilët nuk i harrojmë prindërit tonë, jo vetëm që kënë gjallë, po dhe pas që të vdesin na nuk i harrojmë. Edhe pse ndoshta sa i kemi të gjallë, zihemi na vëllezërit me zveti se kush ta mbikëqyr, kush ta ruan e kush ta merr, po ja vjen një ditë vdes dhe shkon ai te Allahu xhel xelaluhu. Zihu sa të zihesh, duju sa të duhesh, jeto sa të jetojsh, një ditë do të shkon prindërit te Allahu xhel xelaluhu. Çka të ka ngelur diç tjetër, vetëm se Allahu e lidhi respektin e tyre dhe mirënjohjen ndaj tyre me mirënjohjen e Allahut xhel xelaluhu. Nëse nuk je gjatë jetës mirënjohës, atëherë si kërkon mirënjohjen e Allahut xhel xelaluhu. Para të Allahu xhel xelaluhu o vëllezër, na porositi në Kur'an që të jemi mirënjohës ndaj Allahut duke falur 5 kohët e namazit, edhe duke u lutur ndaj prindërve tonë, që na të lutemi e të i falë Allahut, kërkojmë istighfar gjithashtu, duke u lutur Allahu xhel xelaluhu që Allahu të na vetëdijson, edhe mos të na nxjerr nga kjo botë vetëm se me fjalën la ilaha illa Allah. Për arsye se o vëllezër, këtij momenti ja patën frikën dhe burrat më të mëdhenj. Ishte Muhammed ibn Munkadir, ai i cili në momentin e vdekjes tha herë ju çelnin syt, dhe herë i mbyllte syt nga dhimbja, që ai e dorëzonte shpirtin e tij. E pastaj i than pse ke kaq frikë dhe pse po çon? Në momentin e vdekjes së tij, ai tha një ajet më ban të çoj o burr. Para mendon Muhammed ibn Munkadir, thot një ajet më ban të çoj vazhdimisht. Than surën Zumar, është një ajet që Allahu ka thonë wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Është një ajet i Allahu xhelaluhu që thot në ditën e gjykimit kur dalën para Allahut, Allahu do t'ju shfaq sende që as si kanë marrë llogari. As që e kanë menduar se ndoshta një sen shumë të vogël që ti nuk e ke llogaritur do të dalë madhe te Allahu xhelaluhu. Dhe nuk e di çka nuk e kam llogaritur ndonjë sen, e mund me ndal shumë e madhe te Allahu. Por ata ato e kishin kit frikë të madhe vëllezër,
edhe ata u ruajtën dhe u munduan që mos të dalin nga kjo dunja vetëm se me një bagazh të madh, për të cilën Ebu Dherri radiallahu anhu, ai në momentin e vdekjes, sahabi i pejgamberit Allahut, ai bërtitte me Zot duke qajtë dhe duke thonë wa bu'de safara wa qillatu zada, pisklonte duke qajtë dhe duke vajtuar dhe duke thonë sa udhtimi largët për pas vdekjes që do të vdes, sa pak që jam pregaditur për ditët që do të qëndroj në vërë. O vëllezërit e mi, le të jetë kjo këshill për ne gjithë na të gjallit. Tha Hasan al-Basriu rahimullah, mbonja mend që këto dhe me këto e përfundojmë se me të vërtetë është këshill në vetë nëse na mendojmë. Tha Hasan al-Basriu rahimullah, tha lejletani wa yawmatan apo yawman, tha janë 2 net edhe 2 ditë për të cilën krijesat kur nuk i kanë shijuar e as që kanë jetuar mo ato ditë, dhe as që do të jetojnë ndonjëherë. Kur nuk i kanë shijuar ato, kur nuk i kanë dëshmuar ato dita asnjëherë. Tha nata e parë me të cilën ai nuk i ka shijuar asnjëherë që do ta shijon s'pari herë, tha është natën e parë që do të bjen në vend, e që do të jeton aty zbashku me ata njerëz të vorrit, që ai kur nuk i ka shijuar këtë natë. Natën e parë kur do të futesh në varr, atëherë do të njoftohesh dhe me ata të vorrit të cilët i ki për rreth. Do të njoftohesh me ata të cilët në këtë botë mundosh ta ndërtosh shtëpinë tënde, me këtë botë të kaluar dhe mos të qeshin të tjerë, dhe mundosh që të bësh sa më shumë pasuri e sa më shumë të livdrohesh, mirë po vjen një ditë që i bjen pishman pse për shtëpinë në varr nuk punu. Për këtë me vite të shkurta i dha shumë Zot, që mos korrites mos të keshin të tjerët se thonë filani s'boni asnjë sen. Shkojnë gurbet, shkoj këtu nuk boni asnjë sen. A në fakt për atë ditë që do të futesh në varr për shtëpinë në varr, çka veprove, çka punove, a e ndërtove atë e cila do të jetë vendi i qëndrimit në to të cilën ti do të qëndrosh deri ditën e gjykimit. Tha nota e dytë, me të cilën nuk i ka përjetuar asnjëherë, nuk i ka shijuar asnjëherë, tha Hasan al-Basriu rahimullah, tha është ajo natë e cila sabahuha yawm al-qiyam, e cila është mëngjesi asaj natë dita kiamit. Para menohet gjithë na të vdekur atë ditë. Para ditës kiametit të gjithë në varr, vdesim atë natë e prisim se nesër kiameti do të dalim para Allahut xhela xhelalu. A thua se si do të jetë gjendja ime e ytja e atij tjetër? A kesh hoxha, ke haxhia, ke kush ke? Secili e ka dertin e vet në atë natë kur nesër është dita e kiametit, dita e dhënies llogarisë, vëllezër. Edhe tha 2 ditë më të vështira, tha Hasan al-Basriu rahimullah, tha janë ato dita që në atë ditë kur ti të dalësh edhe e pret një lajmërues nga ana Allahu të të lajmëron ose të thotë je i xhenetit ose të thotë i zjarmit. Allahu na ruaj. E pret lajmëruesi Allahu të thonë o ti filani biri filon. Në shumlet e vorrët apo o ti filani biri filanës, thuaj la ilaha illallah, thuaj kështu, thuaj ashtu. Po do të vjen lajmëruesi i vërtet një ditë që do të thotë o filani biri filonit. Ja i e xhenet li shkon xhenet, ja xhenem li unë azot shkon zjarr xhenem. Allahu na ruaj. Dhe nata o të dita me çuditshme tjetra që se ke shijuar, tha Hasan al-Basriu rahimullah, tha mbonja mend, tha është dita kur të zbresin librat. A ditë të gjithë e kanë dertin e vet. Tha zbresin tetushkët që ti i ke mbushur me punët e tua, me këmbët e tua, me durët e tua, me veprat e tua. Me trupin tanë, tha secili e pret anë të djathtë, anë të majtë. A thua ka cila anë do të m'vjen. Secili e llogarit vetën e vet se për çka ka punuar. Me çka e ka mbushur fletushkën e tij. Para te Abu Huraira radiallahu anhu çante aq shumë në vdekjen e tij për këtë ditë vëllezër. Dhe i thonin ti sahabi pejgamberit Allah. Ti sahabite ti që transmetuar pejgamberit Allah. Dituria jote e madhe shumë ti din gjitha këto. Si mund aq shumë të frikesh prej vdekjes? Tha o burr, nuk frikem për çështjen e vdekjes si do të vdes. Po tha frikem për pas vdekjes se si do të jetë halli jem. Tha sa larg është udhtimi dhe sa pak është përgatitja. Shumë pak janë përgatitur. Nëse thuhet del namaz sabat me xhamat nuk del. Nëse thuhet namaz tercis nuk del. Namaz e kërkon dat, kërkon ibadet, kërkon e pastaj kur vdes bile më të guximshit, janë këto të cilët mungojnë bile në për namazet me xhamat. Edhe kur ta ndogjesh në kafe thot po çka do vdesh nit. Po do vdesh vllai mirë, po ku do të shkosh? A ke menduar një ditë se ku do të shkosh pas vdekjes? E përcollë sot haxhin ton. E përcollëm në dashamir tonë.
që nësë Allahu që halës time Allahu t'ja fladit zemrën për këtë humbje. Mirë po, është mërzi se ti e din se një ditë ku do të shkysh. Për atë nga lusmi Allahu që Allahu të na vetë disën dhe nga rruga e ti të na udhëzën e të na mundëson që na bagazhet e udhëtimit e ahiretit të mbushmi sa më shumë, se me të vërtetë o vëllezër do të vjen një ditë që do t'jeta aq shumë e vështirë sa që njeriu nuk do ta din as vetveten e tij, edhe do të mendon vetëm për vetveten e tij, edhe pse baba shumë i shtrenjtë këtë donjë, edhe pse nona shumë e shtrenjtë dhe çdo send i në gjendje të bësh për ta, por do të vjen një ditë që do të kërkosh prej babas edhe nonës hak që t'ja marrësh e shpotosh këtu në ahiret. Allahu këtë Kur'an e ka thënë. Allahu xhelaluhu ju basarunahum. Në surën Ma'arij kur dëshironi shikoni, do të shikoni se cili ta gjen një hak prej gruas ti, prej fëmijës ti, prej babës e prej nonës e prej vllajt t'ja merret shkon në ahiret. A kurse të na sendi ahiretit, sendi ma i lehtë. Nëse është për dunja, do të me punu pa tjetër e ki. Nëse do të me vjedhmi, nëse do të me pograbit, me mashtrojmë, por në ahiret ruju. Mos ga bosh kush në xhami sa që të mashtroj. Nuk ka thënë Allah veç falë e lej punë. S'ka thënë Allah ishtu, na tregojnë haditha, ajete sa të dush, a e vërteta nuk është ashtu krejt e dim. Këtë e dim se një ditë do të vdesim, këtë e dim se një ditë pa punë nuk shpëtojmë. E për atë lusë Allahun që lëgjenani u lezër, që sidomos neve dhe fshatrat tonë Allahu ti udhëzën nga rruga e hajrit dhe rruga e shpëtimit. Lusë Allahun që lëgjenani hu që mos na merr shpirtin tonë dhe sa i tjeti kënaqur me ne dhe mos na nxjerr nga kjo botë, vetëm se duke lutur Allahun që lëgjenani që të na mundson që na të dalmi me fjalën la ilaha illallah e të shkojmë me iman të Allahun xhela xhelaluhu, gjithashtu e lësë Allahun xhela xhelaluhu që hoxhën dhe vëllezërit e tij për këtë humbje Allahu xhela xhelaluhu t'ju dhuron sabër dhe durim, e Allahu xhela xhelaluhu familjarëve gjithë, Allahu xhela xhelaluhu t'ja ushton shpërblimin për durimin të cilin e bëjnë. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.